forcave pruse, dhe këtu jemi 100% dakord, unë së të kundërshtoj, por nuk kemi qare, o do i ndërtojmë këto forca pozitive, ndërvepruse të shoqërisë shqiptare. Këtu ngecim ne se këtu ndërtohen. Po këtu sepse ne Galdin, unë më të le deri nesër mëngjes klasë për këto, po unë kam një shprehje, se kam timen se të vazhduar, se unë nuk më bëra që zgjuar, unë si jetoj sa shqiponja, disa me thënë. Nëse ti mendon domethënë që kjo historia do vazhdoj për një 50 vite të ardhshme, ti dhe unë nuk do jemi miku im. Unë shpresoj që ti do jesh edhe 50 vite të ardhshme. Tu mund të vegjetoj, po kam fjalën aktivore. Po unë po them që 2 vite koka, nëse shiko edhe një herë, seriozisht dhe shumë sinqerisht, nëse në 2 vitet e ardhshme nuk do të ketë lindje, lulesh politike dhe veprimtarie politike në Shqipëri, që është e pavarur nga Rama, Berisha dhe nga oligarkia vendase, që s'ndop. Nëse nuk do ketë atëherë ndërkohë avokat Berisha mbetet tek shënjestra e Spakut. Sot ka filluar gjyqi, çfarë parashikon si do të ndodhë si e lexove mospraninë e Berishës? Truk. Apo janë këto janë truke për Truk është thjesht një lloj truku, jo e më lajmërove, jo s'të lajmërova, jo e firmose ti, jo nuk e firmosa unë në fletjerjen, pastaj janë historia kështu futja kot. Po dhëndrin e Berishës, zoti Maltezi, si e shikon në këtë? Tani aty ai ka një, le të themi, një vepër penale pak më të rëndë se sa zoti Berisha. Në gjithë këtë histori, dhe jo pa më të rëndë, dhe jo pa qëllim është arrest shtëpie. Po, dhe jo pa qëllim është në arrest shtëpie, sigurisht. Unë nuk do të bëj prognozë, sepse pastaj bie domethënë që të bëjmë punën e gjyqtarit dhe pastaj nuk është dhe shumë normale kjo histori të bëj. Sot ajo që pritej ndodhi, madje me një lloj edhe profesionalizmi, do thosha unë, gjyqtarja Elsa Ulliri ka paraqitur dorëheqjen e vet, mund të mos pranohet dorëheqja e saj, s'është një çudi e madhe. Por ajo e ka paraqitur dorëheqjen edhe si një lloj akti që nesër pas nesër palët mos kenë mundësi të krijojnë alibira të tipit ajo e ke parasysh do ta jepte dorëheqjen sepse ka kushëria kë. Pra, të mos kemi më këtë historinë e famshme të Irena Gjokës. Sepse edhe Irena Gjoka po ta kishte bërë të njëjtin gjë që në krye të herës, s'do kishin folur për Irena Gjokën, zotri. Kuptoj. Fare. Fakti domethënë që gjyqtarja sot Ulliri ka paraqitur dorëheqjen profesionalisht për mendimin tim është një akt korrekt, qytetar, profesional që pastaj e pranon. Po thua avokat. Pas ditë deri për 10 ditë për si litar në qafën e kryetarit. Unë ta kam thënë ky gjyq do vazhdoj për të paktën 3-4 vite deri në apel, kam fjalën, deri në momentin kur do jepet një mendim i ekzekutueshëm nga gjykata. Do vazhdoj të paktën 3 vjet me trurin tim tani, duke parë parashikimin. Kështu që do shkojmë deri tek viti 2029, te zgjedhjet e 2029-s. Tani, a do dënohet Berisha apo nuk do dënohet Berisha? Të marrin të mirëqen, se u dënua. E them. Po bëjmë Kasandrën këtu. U dënua. Berisha në momentin kur do dënohet do jetë 85 vjeç, vendimi totalisht i pa ekzekutueshëm. Dyta, Berisha do dënohet për një veprim penal të cilin e ka bërë në vitin 2006, ndërkohë që do jemi në vitin 2029 për te 20 viteve. Kjo vepër është parashkruar totalisht si vepër penale pastaj. Dhe nuk do prodhoj asgjë për Berishën kjo? Zero prodhon ajo. As në kuptimin e... Jo, pra ajo, domethënë kur një vepër parashkruhet që ta kuptosh, domethënë ti thua që po ti vepër penale ke bër, je fajtor, po ti nuk shkon as në burg, as nuk dënohesh për këtë çështje, për shkak se e penalizon Berishën për të qenë nesër zyrtar. Zero fare, s'ka as vendim plusus asgjë, është zero. Pra po ta them domethënë që veprimi i tij neve do na mbaj, domethënë gjyqi i tij do na mbaj domethënë thjesht me lojra, me muhabete të darkës. Gjë e mbaruar, ne thjesht po gjë e mbaruar, Berisha e ka frymëzim gjyqin e tij. E ka frymëzim për të shkuar atje, për të bërë kashillek, për që në... Nëse mirë nuk është ajo se tani... Jo, ata vdesin për protagonizëm. Po jetë domethënë Rama se çfarë bëri me Faranç tani? Me çfarë kujton se bëri? Është thjesht ideja që unë të përflitet e emri im, po sidomos në kancelaritë europiane. Po, Najgjerdi nuk është i pagët, në fakt, këtë drejt. Po s'ka, nuk është problemi aty. Po jo na i mëzyri sot. Edhe ky nga këto, më falni për shprehjen, cironkat e vogla me cilat merret Spaku. Jam dakord, dhe këta do të shkojnë përpara drejtësisë. Ka marrë dënim, çfarë ka marrë? Penalizim, çfarë ka marrë sot?
Jo, sot është komunikuar akuza për shkelje të barazisë në tender për një tender 2.2 milion euro, pra që ta kuptojnë shqiptarët një 3 miliard lek, për një tender që ka ndodhur për mirëmbajtjen e rrugës Morin Kukës për një pjesë të asaj rrugës, për një pjesë të asaj rrugës. 2.7 milion euro. 2.2 milion euro që i ranë rreth 2.3 miliard sa i bie, domethënë lek, se po i bëj hesapet më tani se sa janë, ose 2 miliardë ca lek. Tenderi ka qenë i tillë, domethënë që ka marrë pjesë 4 kompani, e ka fituar kompania me çmimin më të lartë. Kur ka shkuar në KPK, pra që është ankimuar, se është ankimuar nga palët e treta, zoti Yzyri në me firmën e tija ka dhënë, domethënë, një lloj vendimi, po them unë, i cili i ka vulosur tenderin kompanisë që kishte çmimin më të lartë. Për këtë arsye është parë e udhës që të merret për shpërdorim të. Ka vetëm një problem aty që unë u bi dakord pastaj me pjesën e Spakut, e kam thënë edhe herë tjetër, që ti nuk mundesh domethënë të gjesh për këta njerëz, të cilët për mendimin tim bëjnë korrupsion pasiv, por në vlera të jashtëzakonshme, të mëdha monetare, për le themi për xhepin ose për arkën e shtetit, dhe të shkosh aty për shje ose shkelje të barazisë në tendera, një vepër penale e cila shkon nga kundërvajtje penale deri në 3 vjet. Kjo është pastaj të tallësh. Pra për 2.2 milion euro shkon nga kundërvajtje penale deri në 3 vjet e ka. Nga kundërvajtja penale deri në 3 vjet e ka. Nëse do shkojë pastaj për neni 259, një më poshtë, do shkojë nga minimumi 2 vjet deri në 8 vjet. Aty pastaj flisim. Por dhe këta, prandaj them unë që unë jam totalisht i pakënaqur në mënyrën se si edhe Spaku vet, kur shkon në gjykat, shkon me ca vendime ose me ca kërkesa të cilat domethënë lën shumë për dëshiruar. Pse e them këtë? Sepse duhet të kuptosh Kodion penal ose Kodi i procedurës penale e ka taksative që të pak në gjykatën e shkallës parë, se në apelës si dhe histori, gjyqtari nuk mund të japi një vendim më shumë se sa nga çfarë ka kërkuar prokurori. Pra që se prokurori kërkon 3 vjet, gjyqtari nuk mund të do ta dënoj 4. Minimalisht do ta dënoj 3 ose ja ul. Dhe do na dalin pastaj si puna atyre ustalleshkave të Lalierit, të 5D-s, që edhe pse ishin për shpërdorim detyre, edhe pse Kodi penal për shpërdorimin e detyrës se ka 3 deri në 7 vjet, ato Spaku shkonte në gjykatë dhe kërkonte 1 vit burg. Tani pyetja ime naive është, o zotëri, kur Kodi penal të thot 3 deri në 7, kaq thot Kodi penal? Pse kërkon 1 vit ti në gjykatë? Tani, hajde ta fajsojmë Spakun, po këta që i dhanë votën masivisht... A ti po pyet për Spakun apo po për Edi Ramën? Unë po të them nga ana juridike, aty te Edi Rama të flasin Galdini sa do, u të them këtë pjesën që di unë. Unë di të them që Kodi penal thot kështu. E qartë. Ti tani pse e çon tek 1 vit? Ky është pyetja. Arjan, nëse s'kemi në i koment tjetër, them që... Unë do thë vetëm këtë gjë, për ta përmbyllur pak atë që edhe ta ndërlidh me këtë që tha avokati. Ne kujtojmë se Spaku është një strukturë e cila na ka ardhur nga Marsi edhe do duhet marrë vendime krejtësisht ekstra të pandodhura më parë këtu. Dhe është strukturë tipikisht shqiptare. Ka patur shumë të tepër investime edhe financiare, edhe politike, edhe diplomatik, edhe me ndihmesa të gjitha natyrave. Po.